Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka përparësi arabi ndaj jo arabit, e as jo arabi ndaj arabit, e as i bardhi ndaj të ziut, e as i ziu ndaj të bardhit, por veç se të gjithë pra janë të barabartë dhe më i dalluari, më i veçanti nga njerëzit është ai i cili është më i devotshëm dhe më shumti i ruhet ligjeve dhe urdhrave të Allahut të Madhërisëm. Dhe mendojeni këtë pak, vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka thënë këtë këshill edhe këtë nasihat atyre njerëzve, vërtet në atë kohë ligji dhe mënyra si ka funksionu një shoqëri ka qenë dallimet racore, skllavëria, pastaj edhe gjuha, prej ardhja, njerëzit janë krenu dhe kanë vlerësu të tjerët vetëm në bazë të këtyre gjërave, prej ardhja, fisi, e kështu me radhë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast i këshillon dhe e shpall që vërtet tek njerëzit, tek Zoti i Madhërisëm, njerëzit të gjithë janë të barabartë. Nuk vlerësohen njerëzit në bazë të ngjyrës së lkurës së tyre, apo në bazë të prejardhjes, apo në bazë të gjuhës me të cilën flet, e kështu me radhë, po vlerësohet në bazë të moralit, sjelljes dhe veprimeve të tij në përgjithësi. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shpall dhe e ka rënu çdo pretendim se dikush mundet me qenë mbi tjetrin vetëm duke u bazu në këto vlerësime dhe në këto gjëra që fatkeqësisht edhe në kohën bashkëkohore shumë njerëz i kanë formatjeje ndaj të tjerëve në përgjithësi.